Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri, mirë se vini në pasditën e sotme. Takohemi së bashku edhe këtë të premte dhe sot do t'jemi bashkë gjatë këtij 2 orëshi nga ora 14 deri në orën 16. Në pjesën e parë të emisionit do të flasim me të ftuarën e parë të ditës për temën e parë të ditës dhe sigurisht janë sukseset e të rinjve tanë që na bëjnë krenar edhe neve si shoqëri dhe pikërisht sot do të flasim me një vajzë të suksesshme, të talentuar, është zgjedhur edhe si nxënësja e zgjedhur e gjeneratës në gjimnaz në të vitit 2022-2026, ku sigurisht do flasim për këtë sukses dhe për të arriturat e tjera, për përkrahjen e shoqërisë, përkrahjen e familjes dhe mesazhin që ajo ka për të rit. Është kënaqësi që sot të ndajmë pjesën e parë të emisionit bashkë me Bulza Abdilin. Përshëndetje Bulza, mirë se na erdhe. Përshëndetje Ariana, faleminderit për ftesën, është kënaqësi e imja. Kënaqësia është e jona që të kemi këtu për të folur për sukseset e tua dhe është shumë e rëndësishme që sukseset e të rinjve tanë t'i promovojmë edhe ne si emision dhe këtë kemi bërë sigurisht gjithmonë dhe do vazhdojmë ta bëjmë. Mirë po, fillimisht është si tradicionale në fakt në emisionet tona që të flasim pak për të ftuarit, për një prezantim të shkurtër, për biografinë e tyre, për një letërnjoftim të shkurtër për mysafirët e ftuar. Rregull, përshëndetje, atëherë unë jam Bulza Abdili. Jam 18 vjeçare, këtë vit mbarova edhe gjimnazin në Tetov, gjimnazin Kiril Peqinović. Pak rreth meje jam e apasionuar mbas teknologjisë, shkencës, matematikës dhe inteligjencës artificiale. Në fakt, ajo që e kemi vërejtur edhe gjatë herave të kaluar është oratoria që e ke dhe në çdo dalje publike sigurisht që ke një oratorie të jashtëzakonshme. A do të thotë kjo që Bulza lexon shumë? Faleminderit. Fillimisht mundohem të lexoj në maksimum në kohën time të lirë. Gjatë verës, më së shumti të shfrytëzoj kohën për të mirë dhe të lexoj libra të ndryshëm. Do kisha thënë se po. Pikërisht tani është ajo koha e verës që përmende dhe nuk ke mësime, ke lexuar shumë, ke filluar të lexosh realisht gjatë kësaj vere, cili është libri që e lexon për momentin apo që preferon ta lexosh? Zakonisht librat që lexoj unë, që preferoj të lexoj janë më të lehta. Për momentin jam duke lexuar një seri librash që quhet Verën të cilën u bëra e bukur, është përkthim nga një titull amerikan, edhe mbas një periudhe të gjatë me angazhime, me shkollë, me aktivitete jashtëshkollore, tani mundohem të relaksoj dhe ta marr më shtruar. Pikërisht, megjithatë edhe pse më tepër preferon ato që përmende programimin, teknologjinë, inteligjencën artificiale, por do të ishte sigurisht edhe një mesazh i bukur nga ana yte që të rritë edhe duhet të lexojnë, pra ta shfletojnë atë librin klasik, librin e bardhë me shkronjat të zeza, ta shijojnë atë ndjenjën e librit. Neve tash në kohët e sotit jemi mësuar që informatat i marrim të gatshme, ndoshta nga ndonjë platformë online, nga rrjetet sociale ose nga inteligjenca artificiale, mirë po gjithmonë dua kisha rekomanduar që truri është si një muskull, që ta zhvillojmë atë duhet të mundohemi vetë, ta trajnojmë dhe ajo bëhet më së miri vetëm nëpërmjet të lexuarit. Pikërisht. Megjithatë je zgjedhur e përmenda pak më herët si nxënësja e gjeneratës së gjimnazit, pra gjeneratës 2022-2026. Një sukses jashtëzakonshëm për ty, për familjen, për shoqërinë. Fillimisht si u bë kjo përzgjedhje dhe mund të na flasësh pak më shumë rreth asaj se si e ke pritur këtë sukses? Gjimnazi ynë gjithmonë ka qenë shumë konkurrues, stafi ka qenë jashtëzakonisht i përgatitur, profesorët janë munduar të na shtyjnë që të japim më të mirën nga vetja jonë, po ashtu edhe nxënësit e mi, faktikisht nxënësit që i kemi pasur në gjenerat, kanë qenë shembuj dhe shumë nxënës të talentuar, prandaj nuk e shohun këtë diçka që më veçon shumë nga të tjerët, mirë po do kisha thënë se ishte një nuancë e vogël ku ndodhi dallimi aty dhe pata fatin të zgjidhem një nga ndër të mirat, edhe pse do thoja se cili nga ne e ka merituar shumë. Përzgjedhja ka ndodhur me iniciativën e profesoreshës Ilvije, që dua ta përshëndes dhe ta falenderoj shumë, dhe unë jam zgjedhur si nxënëse më e mirë me vendim të këshillit të profesorëve të viteve të 4-ta. Të gjimnazit. Po, të gjimnazit.
Shumë bukur të përgëzojmë Bulza për këtë sukses dhe urojmë që të kesh sukses edhe më të mëdha edhe në universitet, edhe në fakultet, por edhe në jetë sigurisht. Me këto hapa që ke filluar, sigurisht që sukseset nuk do të mungojnë ty dhe të gjithë shokëve edhe nxënësve të tjerë që janë në nivel me ty. Megjithatë, si ke marrë edhe shumë çmime, shumë suksese, ke renditur shumë çmime, nëse flasim për këto arritje, sa arritje çmimesh ke renditur gjithsej deri më tani? Në listën time kam një numër të madh të arritjeve, mirë po për mua personalisht do kisha thënë nuk ka rëndësi numri, aqsa ka rëndësi përvoja dhe mësimet që kam marrë gjatë atij rrugtimi. Se në secilën arritje kam pasur vështirësi, kam bërë gabime, kam mësuar dhe e rëndësishme është mësimi që më ka ngel nga ato. Pikërisht. Duhet të flasim nga çmimi i vitit 2024 në Tiranë, një përvojë tjetër e jashtëzakonshme e ytja, mund të na flasësh pak për këtë eksperiencë dhe me çfarë u prezantuat? Çmimi i parë imi ka qenë në vitin 2024 në Hackathonin Junction X Tirana. Është një ndjenjë që nuk mund të përshkruhet, është hera e parë që unë fitoja diçka dhe dola jashtë asaj zonës së komfortit. Gjatë këtij hackathoni, se ajo është një hackathon në programim, unë kam mësuar jo vetëm se si të fitoj, mirë po si të punosh në ekip dhe se ideja vlerësohet ndryshe kur punosh gjithmonë bashkë me njëri tjetrin në bashkëpunim. Kjo është shumë e rëndësishme. Megjithatë, keni fituar në cilët vite keni fituar edhe vendin e parë, kjo do më interesonte më shumë, dhe vendin e dytë në Marif Science Fair. Pra, si keni pritur këtë çmim, me çfarë jeni prezantuar, meqense bëhet fjalë për vite, do të thotë disa vite radhazi keni qenë fituese e kësaj. Në vitin 2024, si sukses i radhës ka qenë vendi i dytë në Marif Science Fair, kurse menjëherë në vitin vijues e mora vendin e parë. Unë pash aty përmirësim të vetja dhe brenda një viti mësova që me punë dhe përkushtim mund të arrihen edhe suksese më të mëdha nga ato që kemi pasur deri në tani. Po, megjithatë përmendë pak më herët hackathon, ke marrë edhe në çmimin e parë në Universitetin e Evropës Juglindore, si ke pritur këtë çmim? Këto arritje dua të cek se nuk janë vetëm arritjet e mia personale, po kanë qenë në grup me bashkëmoshatarët e mi, prandaj dua t'i falenderoj edhe ato posaçërisht. Të zgjidhesh më e mira, ndër më të mirët faktikisht, nuk isha vetëm unë, të zgjidhesh ndër më të mirit në një ambient konkurrues është shumë frymëzues dhe aty gjetëm neve motivin të vazhdojmë më tutje, të besojmë në atë që po punojmë dhe mos ndalemi asnjëherë. Ishte një përvojë shumë e rëndësishme. Realisht ajo që më pëlqen më shumë tek vetit apo cilësitë që i ke Bulza, sepse gjithmonë flet në shumës. Pra asgjë nuk ja atribuon vetëm vetes, por gjithçka që është arritur si ekip, si grup, edhe së bashku me nxënësit apo me shokët e tjerë, që unë i përgëzoj të gjithë dhe është merita e të gjithëve që kanë arritur çmime, jo vetëm e Bulzës sigurisht, por dhe i mirpresim që t'i promovojmë sigurisht të gjithë sukseset e të rinjëve tanë. Mirë, po kësaj radhe kishim rastin që të kemi Bulzën këtu dhe thash ajo që më pëlqen është pikërisht kjo cilësi e modestisë që gjithmonë flet shumës edhe për të tjerët. Gjithashtu dua të kaloj edhe tek Olimpiada, ku keni fituar po ashtu vendin e parë në vitin 2026. Olimpiada është Olimpiada ndërkombëtare e STEM-it, domethënë dhe teknologjisë. Aty kanë marrë pjesë mbi 56 shtete dhe mbi 2000 konkurrentë. Aty kemi marrë pjesë me shkollën digjitale, kemi shku si ekip prej 8 nxënësve dhe ai sukses ka qenë rezultat i punës që është bërë te shkolla digjitale. Dua të falenderoj gjithë stafin, aty stafi është më së i përgatitur, kemi pasur gjithmonë përkrahjen e tyre dhe një falenderim të veçantë shkon edhe për profesorin Verim Zhaku. Kur shohim persona dhe fëmijë që arrin, harrojmë se pas tyre qëndron dikush që gjithmonë ka punuar në qetësi dhe është marrë me ato fëmijë, është kujdes për ato fëmijë. Shkolla digjitale ka qenë një vend shumë afër zemrës për mua. Jam ndjejt gjithmonë e sigurt dhe aty punohet me kushte dhe standarde evropiane. Prandaj për çdo person që ka prirje për teknologjinë ose dëshiron të merret me teknologjinë, vendi i duhur dihet se ku është. Shkolla digjitale. Falenderojmë edhe ne gjithashtu
të gjithë ata të cilët po na bëjnë krenar dhe po i përkrahin të rinjët tanë që të kenë suksese në rrugtimin e tyre. Një medalje tjetër u fitua edhe në Olimpiadën ndërkombëtare të matematikës në vitin 2026. Do thotë edhe në matematikë je shkëlqyer. Po, kur ishim tash, se para 2 ditë u kthyem nga Roma, u kthyem me shumë medalje, nuk ishte vetëm medalje në kategorinë e kodimit, mirë po gjithsej ishin 21 medalje, ku 13 prej atyre ishin të arta. Kjo është rezultati punës së palodhur që kanë bërë profesorët me neve, e kështu me radhë. Sa për pjesën e matematikës, gjithmonë kam qenë person që më kanë interesuar zgjidhja e problemeve, edhe matematika e ka atë pjesën e bukur ku çon të lodhesh pak derisa të arrish te rezultati. Ishte shumë emocionuese realisht, nuk e prita të kem rezultat në matematikë, mirë po ashtu donte fati. Shumë bukur. Të gjitha çmimet edhe medaljet të vitit 2026, në qoftë se do i numëronin, pra vetëm vitit të fundit, sa mund të ishin? Medalje kam 2 medalje të arta dhe 1 medalje të argjend, domethënë 3 gjithsej. Kurse le të themi çmimi i parë që e ke marrë gjatë viteve të rënditura, cili ka qenë? Do shta viti 2024 që përmendëm më herët? 2024 ka qenë ai viti piknisja për drejt sukseseve të mia. Kurse cili vit ka qenë me më shumë suksese? Me shumë të arritura çmime? Do kisha thënë se gjithë vitet kanë qenë të frytshme, të bollshme, secili i veçantë në atë mënyrën e vet. Secili vit ka qenë i rëndësishëm për mua sepse ka pasur momente të caktuara që më kanë shtyt dhe më kanë frymëzuar të vazhdoj ende. Sa ke pasur përkrahjen e familjes në këtë drejtim që të kesh gjitha këto të arritura, sigurisht që familja duhet të përkrah, përkrahjen e shoqërisë, edhe të familjes, edhe të stafit, profesorëve të cilët ku ke mësuar. Siç thash edhe më parë, këto arritje nuk janë të mundshme vetë ju. Unë kam pasur, jam me fat që kam pasur përkrahje nga të gjithë, nga familja, nga shoqet e mia të afërta, po ashtu edhe profesorët, ekipin, stafin e gjimnazit dhe shkollës digjitale, dhe jam shumë falenderuese ndaj gjithë atyre. Cilin e cilësoni si arritje më të madhe deri më tani, deri në këtë moshë që je? Arritja më e madhe është me siguri vendi i parë që u radhita në Olimpiadën ndërkombëtare të programimit në Rom. Mirë po secila e ka vendin e saj të duhur dhe do kisha thënë më e rëndësishme është të shihet mësimi që kemi fituar nga ajo përvojë sa edhe vetë medalja. Të flasim pak edhe për planet që i ke për të ardhmen, folëm për ato që kanë kaluar, mirë po ke ndonjë plan tani shpejt që pritet të realizohet apo ja ke lënë kohës? Them se ja lëm kohës, mirë po i kam ambicjet shumë të mëdha, shpresoj të vazhdoj në këtë rrugë që jam nisur dhe do shohim më tutje. Megjithatë, rinin në përgjithësi moshatarët e tu i shef aktiv, duhet të dalin nga zona e tyre rehatist, marrin pjesë në përgara, në për konkurse të ndryshme? Unë rinin e sotit e shoh me shumë potencial. Rinin fëmijët tanë, shoqëria jonë ka shumë potencial. Nëse neve na jepen mjetet dhe hapësirat e duhura, ne do të lullëzojmë dhe do të radhitemi më të mirët edhe në skena ndërkombëtare. Prandaj, një mesazh për bizneset lokale, organizatat jo qeveritare është vazhdoni të shtyni nxënësit se faktikisht të rinë sepse ne jemi e ardhmja. Kurse mesazhi për të rinjët cili do të ishte? Mesazhi për të rinjt do ishte të provojmë, të mos ndalemi asnjëherë, mos prisni se çdo herë fillojmë me kushte perfekte, ndoshta në fillim do fillojmë me një laptop të prishur, do fillojmë me një biçikletë më të vjetër për sportet, për anën e sportit, mirë po nëse nuk dorëzohemi do kemi rezultat. Kjo është më bukur. Ulza, unë falenderoj shumë që ishe sot pjesë e emisionit tonë dhe të dëshiroj dhe shumë suksese. Uroj që të nashtohen të rritë si ti dhe grupë mosha jote që janë të suksesshëm në drejtime që ato kanë zgjedhur. Uroj që të kemi sërish në emisionit tona për të promovuar bashkë sukseset e tua. Faleminderit shumë dhe ishte shumë kënaqësi. Shumë faleminderit edhe juve që jeni gjithmonë aty për të rinjt. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa e parë me personalitetin e parë të ditës për sot, kurse ne do të vazhdojmë të jemi bashkë edhe në pjesën tjetër. Vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne.